Me një vendim të Këshillit të Ministrave Eol Çashku është shkarkuar nga detyra e kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë. Vendimi është marrë me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe ka hyrë në fuqi menjëherë duke u publikuar në fletoren zyrtare. Sipas aktit zyrtar, shkarkimi është bërë në mbështetje të kushtetutës dhe ligjit për kinematografin, ndërsa dokumenti është firmosur nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku në mungesë të kryeministrit Edi Rama. Për momentin nuk është bërë e ditur se kush do ta pasojë në drejtimin e QKK-s. Vendim për shkarkimin nga detyra të kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë në mbështetje të pikës 2 të nenit 100 të kushtetutës dhe të nenit 7 të ligjit numër 8906 datë 21/3/1996 për kinematografin të ndryshuar me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave vendosi. Eol Çashku shkarkohet nga detyra e kryetarit të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në fletoren zyrtare. Kryeministri Edi Rama, në mungesë dhe me porosi zëvendës kryeministri Belinda Balluku. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.